të vazhdonte lojën që shtudi. Si? Kur e vuri Greta, mu dhe Selini ke lavanderia, pse nuk pranoj? Pse i bënte punën vet? Kur ti thu që do shfrytëzonte për lojë. Pra për mirin. Të shfrytëzoj ti më vëlla. Po shoku, pse se vazhdoi del dot më me ty. Po nuk del pas vazhdoi rrodhi situata me Brikenën. Po çfarë lidhje ka? Unë s'kam marrëdhënie me Selinin, unë shoqëri kam. Rrodhi situata me Brikenën. S'ka asgjë më shumë se shoqëria, çfarë lidhje ka? Ti mendon Gjithjetën e kemi. se ajo nuk do zgjidhet po ti thoshte Miri dhe po mos ti konvenonte të qëndronte me ty. Ti mendon se Miri vërtet kur bënte atë llojin që thoshte që bënda të llojin e xhelozisë andaj po këtë që pse rriti me Mateon e gjitha me radhë, mendon se kishte vërtet? Gjej sekond. Po jo, mo i kishte reagime për të parë në prime që Miri është xheloz, që kjo rri me këtë që ndali situata në prime. Kaq. Këto janë skemat e atyre më vëllai. E para nuk ti reagoi. u shfrytëzove me këtë mbyllje. Po gjoj sekond. E para Miri nuk reagoi në prime. E dyta, Miri bëhet xheloz për atë sepse Miri nuk i konvenon Mateo. Nuk mund të reagoj Miri mos se ka familje jashtë. E kupton që nuk mund të flasë se ka familje jashtë. Po për çfarë do primin për atë punë, pra më po xheloz. Mjafton ti flitet emri more dhe flet Selini. Dhe nuk i konvenon, se ka sjell vetëm 2 situata për të pasur 2 argumenta. Kam një vajzë jashtë dhe jam babai një vajze. Edhe në qesi. Kaq ka. Çfarë do flasi më mo? O zot. Flet dot më. Nuk flet dot më se s'ka ç'a thot. Ç'a do thot? Që jam xheloz për Mateon? Pse ku del pastaj? Hajta krijojmë situatën dhe të heq bythën pastaj pas. Mos të dukem këtu ai lloj tipi. Le të flasin këta që ne kemi marrëdhënie më shumë. Ne kemi një ndjenjë më shumë, ku diun, një ç'a e kanë. Siç u fol. Që shikojnë ndryshe. Po nuk flet dot më. Mjafton të bëj situatën dhe të rriqet. Ky është ai më. Shfrytëzon atë që të flasi ajo dhe të dalë ajo s'këtë rrjat. Kaq ka i për Selinin. Po pra kaq. Ai pa atë ka marrë fund. Po kjo është loja pra. Tash të mësoj Selini nga leadershipi si organizojnë gjërat, ti organizoj dhe lojën Mirit përpara se ta nxjerrë se ta nxjerrin nga skema e saj. Çfarë do bëjmë më? Çfarë do të bëjmë më? Nuk ka si Zoti me i dhënë. Më flet mua për kontradikt dhe mos më njohje. Unë një kapën gjithmonë. Erdhi u afru, i ndava gjën, erdhi disrespekt, më duk më respektove, respektin ndaj femrës e gjitha me prap njëjtun. Erdhi prap. O turp familja jote çka i ndjalë si ty. Okej. Erdhi prap, puthje për qafime, ku diun ledhatime, gjithë